3 kirurg plastik nga Turqia u kapen me 27 maj tek këtij viti, duke punuar pa licencë në Spitalin Amerikan 2 në Prishtinë. Në vendimin e inspektoratit, të cilin e ka siguruar shënjestër përmes qasjes në dokumente publike, janë mbuluar emrat e doktorëve. Megjithatë, mediumi ka identifikuar Ozan Aslan, Emra Arslan dhe Ali Ertan Çapar. Në këtë institucion privat shëndetësor ofrohen shërbime speciale pas verifikimit në DLA-MSH, Dr. Ozan Aslan, Dr. Ali Çapar, Dr. Emra Arslan. Nuk janë staf i Spitalit Amerikan 2, as nuk posedojnë licenca valide të Republikës së Kosovës, të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë. Ozan Aslan dhe Emra Arslan kishin planifikuar të ofronin konsultime estetike për 3 ditë, me 26, 27 dhe 28 maj. Sipas inspektoratit, Aslan u kap në vendin e ngjarjes duke kryer konsultime me pacient, teksa kanë gjetur listat e konsultave të pacientëve me këta 2 doktor, ndërsa mjeku i tretë, Ali Ertan Çapar, kishte qëndruar në Kosovë gjatë muajve prill dhe maj. Nuk ka dëshmi se është kryer ndonjë operim plastik nga ta. Megjithatë, inspektorati thotë se ka gjetur lista me termine të planifikuara. Në kohën e inspektimit janë gjetur fakte të termineve për ndërhyrje estetike të Dr. Ozan Aslan dhe Dr. Emra Arslan. Në raportin prej 11 faqesh, këto dëshmi nuk gjenden askund. Spitali Amerikan 2 fillimisht kishte njoftuar publikisht se Aslan do të kryente ndërhyrje estetike, por më pas deklaroi se bëhet fjalë për konsultime edukative dhe jo shërbime mjekësore. Dëshirojmë të potencojmë se e drejta e informimit nuk është shërbim mjekësor, por ka qëllim edukativ dhe synon vëdësimin e personave që vullnetarisht marrin pjesë në këto takime, për të pasur më shumë njohuri profesionale lidhur me shqetësimet e tyre. Inspektorati ka ndaluar mjekët nga çdo veprimtari shëndetësore në Kosovë dhe ka rekomanduar gjop për Spitalin Amerikan 2, sipas ligjit për shëndetësi, me një shumë që mund të arrijë deri në 20.000 euro. Shënjestër.net